Përshëndetje të gjithëve. Ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Mirë erdhe zoti Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë jam Ilka Hari, jam lindur dhe rritur në këtë qytet dhe jam përballë jush me krenari si një prej jush, si dikush që njeh nga afër çdo problem, çdo sfidë dhe çdo shpresë të këtij qyteti. Sot qëndroj si një zë i ri, si një ere i këtij vendi, e rritur me dashurinë për atë dheun dhe me besimin se Shqipëria mund dhe duhet të bëhet më e mirë. Unë jam këtu për t'ju treguar të vërtetën dhe për t'ju thënë se ky vend nuk ndryshon nga podiumet, por nga njerëzit, nga ne. Të rinjt ndihen të lodhur nga premtimet boshe, të zhgënjur nga qeverisja e sotme, të pasigurt për të ardhmen e tyre këtu. Shumë prej tyre po largohen jo sepse duan, por sepse nuk kanë zgjedhje, ndërsa ata që qëndrojnë përballen me papunësi dhe mungesë mundësish. Ekonomia është në krizë, institucionet publike nuk shërbejnë më qytetarëve, por interesave të ngushta. Korrupsioni është bërë pjesë e përditshmërisë sonë, duke shkatëruar besimin tek shteti, tek drejtësia, tek e ardhmja. Sot Shqipëria nuk është aty ku duhet të jetë, jo sepse i mungojnë mundësitë, por sepse i mungon udhëheqja e ndershme dhe e përgjegjshme. Por ne nuk mund të qëndrojmë spektator teksa vendi ynë shkon drejt greminës. Është koha për ndryshim, por për një ndryshim të vërtet, jo me fjalë, por me vepra. Dhe kush më mirë se Partia Demokratike mund ta bëjë këtë gjë, e cila është një parti që nuk i sheh qytetarët si vota, por si njerëz me të drejta dhe shpresa. Ndaj sot, nuk jemi këtu thjesht për të dëgjuar një fjalim, jemi këtu për të kujtuar, për të reflektuar dhe për të rinovuar besimin ton tek një ideal, tek një vizion, tek Partia Demokratike. Por ky ndryshim nuk do të vi vetë. Ai fillon me ne, me ju, me të gjithë ata që nuk pranojnë të jenë pjesë e këtij sistemi të korruptuar. Ne kemi një zgjedhje në duar, të vazhdojmë të pranojmë realitetin e hidhur që na është imponuar, ose të luftojmë me votë për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Sepse ne nuk meritojmë një vend ku e ndershmja shpërfillet dhe e pandershmja shpërblehet. Nuk meritojmë një shtet që i trajton qytetarët e tij si numra dhe jo si njerëz. Nuk meritojmë një qeveri që pasurohet, ndërsa populli varfërohet. Nuk meritojmë të jetojmë me frikën se ardhmja do të jetë më e keqe se sa e sotmja. Për të bashkuar zërat tanë për një të ardhme që nuk na detyron midis vendit dhe ëndrave tona, sot unë nuk do t'ju kërkoj që të më duartrokisni. Do t'ju kërkoj diçka më të vështirë, të mendoni, të ndjeni përgjegjësi. Pasi kjo nuk është një betejë politike, por është një betejë për dinjitet, për shpresë, për brezat që vinë. Prandaj kuptoni që ndryshimi nis me ju, me zërin dhe votën tuaj. Ndaj ju them se nuk ka kohë për frikë, nuk ka kohë për dyshim, por ka vetëm një rrugë, ta bëjmë këtë betejë tonën. Prandaj jepni besimin tuaj Partisë Demokratike, forcës që nuk dorëzohet, vizionit që nuk lëkundet, njerëzve që janë me ju dhe për ju. Ju falenderoj. Tani është kënaqësi të japim fjalën zonjës Elvira Pajenga, pedagoge në Universitetin Aleksandër Xhuvani të Elbasanit. Përshëndetje, i nderuar zoti kryetari i Partisë Demokratike
zoti Sali Berisha. Të nderuar motra dhe vëllezër, qytetarë dhe qytetare të Elbasanit, të nderuar deputet dhe kandidat për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Kam nderin sot të flas para jush në këtë tubim madhështor të prezantimit të kandidatëve për deputet të qarkut të Elbasanit nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore, në cilësinë e një qytetareje të këtij qyteti, të kësaj treve, në cilësinë e një none, të një motre, të një bashorte, në cilësinë e njërës prej jush që kërkon dhe aspiron qeverisje dhe një jetë më të mirë për të gjithë ne. Brenda kësaj kërkese legjitime, në kushtet e një rënje drastike dhe zhgënjyese për të gjithë ne në të gjitha fushat, si arsimi dhe edukimi, shëndetësia dhe shërbimi parsor, ekonomia dhe biznesi, bujësia dhe blegtoria, infrastruktura dhe mjedisi, çështje sociale, emigrimi dhe imigrimi. Këto na kanë hapur plagë të rënda. Në këtë tubim nuk është as vendi as koha për të ndalur në programin tërësor dhe lokal, pasi programi i arshëm i partisë dhe i qeverisës për vendin po shpaloset ditë pas dite nga kryetari i partisë zoti Sali Berisha. Në optikën e qytetarëve, ky program, si asnjëherë tjetër, duhet të jetë krejt ndryshe. Duhet të jetë një program që synon në rishpërndarjen e të ardhurave në drejtim të qytetarëve, në drejtim të familjeve, në drejtim të bizneseve dhe jo vetëm në duart e një përqindje të vogël elite e cila vjedh paratë e qytetarëve, duke zhytur në mjerim pjesën më të madhe të Shqipërisë. Gjithsesi nuk mund lodot pa prekur dy aspekte tepër të rëndësishme për qytetin tonë. Së pari arsimi, një nga shtyllat kryesore të shoqërisë, të përgatitjes së brezave të ardhshëm dhe që ka qenë vetë jeta, pulsi dhe shpirti i këtij qyteti, tashi është në rënje të lirë. Rezultatet në arsimin para universitar, të konfirmuara ndërkombëtarisht tashmë, janë katastrofike. Analfabetizmi funksional po kthehet në pandemi, ndërkohë që problematikat e arsimit të lartë sa vinë dhe shtohen. Një Elbasan pa universitet transformohet në një qytet pa emër. Vëmendja e qeverisjes së ardhshme duhet të jetë menjëhershme dhe ndërhyrjet komplekse dhe energjike. Së dyti çështje që dua të trajtoj është mjedisi. A jeni të kënaqur me drejtimin e vendit? A jeni të kënaqur me drejtimin e qytetit? A duhet të jeni të kënaqur kur ju dhe të tjerët jashtë kësaj salle çdo ditë zgjohen në një ajër toksik, në një industri që shkakton ndotje? Përmbajtja e gazeve të dëmshëm për shëndetin, grimcat e ngurta në ajrin urban rezultojnë disa herë mbi normat e lejuara të Bashkimit Evropian. Pasojat tashmë janë të konfirmuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Shifrat e rritura të incidencës për smundjet kardiovaskulare, të rrugëve të frymarrjes, për smundjet tumorale e të tjerë. Aktivitetet industriale tek ne vazhdojnë të emetojnë jashtë kontrollit çdo metale të rënda, mangan, plum, krom, nikel, arsenik. Veç këtyre, përdorimi i pesticideve pa kontroll të ndaluara, shtuar ndotjes së trashëguar të tokës, po e kthejnë tokën bujqësore në një burim smundjesh në vend që do të ishte një burim i jetës. Mos harrojmë mbetet urbane, kundërtimi i inceneratorit në vend të lëndfillit, në kundërshtim me direktivat dhe këshillat e Bashkimit Evropian, gëlltiti 25 milion euro në vend të 6 milion eurove që kushton një landfill. Dhe kjo vetëm sa i shërbeu korrupsionit, por nuk zgjidhi problematikat e rënda mjedisore të qytetit. Ky ndoshta është një nga shembujt më ikonik të asaj se si nuk duhet të jetë një qeverisje dhe që automatikisht shtron detyrën emergjente të zgjidhjes në qeverinë e ardhshme. Të nderuar të pranishëm. Qytetarët presin me padurim ndryshimin, por një ndryshim që do mbështetet në punën dhe mbajtjen e fjalës nga ana juaj. Programi është shumë premtues, është i prekshëm, është real, është shpresdhënës. Kandidatët dhe të gjithë ne duhet ta përcjellim në çdo shqiptar për siguruar mbështetjen, për siguruar votën e tyre. Atëherë ndryshimi do të vijë. Fitoria është me ne, fitore.
Tani, kam nderin të ftoj kryetarin e Partisë Demokratike të Degës Elbasan, zotin Durim Çekrezi. I nderuar kryetari Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, të dashur demokrat dhe qytetar të Elbasanit. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, sepse kemi mes nesh liderin historik të kësaj partie, simbolin e qendresës dhe shpresës, Dr. Berishën. Prej 12 vitesh, Shqipëria po kalon një nga periudhat më të errta në historinë e saj. Varfëria është rritur, rinia po largohet në mënyrë masive, bizneset po falimentojnë dhe oligarkët kanë uzurpuar gjithçka. Kjo qeveri ka shkatëruar ëndrrën e shqiptarëve për një jetë më të mirë dhe ka tradhtuar besimin e qytetarëve me korrupsionin dhe arrogancën e saj. 4 vitet e fundit kanë qenë një sfidë e jashtëzakonshme për forcën tonë politike. Një regjim i padrejtë u përpoq të na shuante, të na përçante, të na gjunjëzonte, por ata harruan diçka. Partia Demokratike nuk është thjesht një parti. Partia Demokratike është ideali i shqiptarëve për liri dhe demokraci. Fal vendosmërisë së doktor Berishës dhe besnikërisë së demokratëve të vërtet, ne u ngritëm më të fortë se kurrë. Sot jemi këtu më të bashkuar dhe më të gatshëm se kurrë më parë. Kjo fushat nuk është thjesht një garë elektorale, por një betejë për shpëtimin e Shqipërisë. Programi ynë është i qartë edhe konkret. Unë do të përmend vetëm paketën e dhimbshurisë. Brenda 100 ditëve të para, do të vendosim minimumin jetik prej 200 eurosh për çdo shqiptar dhe do të ndihmojmë familjet në nevojë. Mbështetje për pensionistët. Asnjë pension nuk do të jetë më pak se 200 euro në muaj, pensionet do të rriten me 20%, dhe çdo i moshuar do të pajiset me kartën e konsumatorit, e cila do t'i kthejë mbrapsht të vëshën për ushqimet, energjinë, ujin dhe ilaçet. Do të ulët çmimi i energjisë elektrike dhe do të falen gjobat e padrejta për pensionistët. Ulja e taksës për biznesin dhe shtresën e mesme për të sjellë rritje ekonomike dhe vende pune. Mbështetje për fermerin dhe prodhimin vendas për të siguruar ushqim të lirë dhe cilësor për çdo familje shqiptare. Elbasani dhe gjithë Shqipëria ka nevojë për një qeveri që u shërben njerëzve dhe jo bandave që pasurohen në korrisë të tyre. Sot jemi këtu me ekipin e kandidatëve të listës sonë fituese, burra dhe gra të ndershëm, profesionistë, njerëzor, të cilët do të na përfaqëson me diatet në këtë garë elektorale dhe do të sjellin ndryshimin e madh për të gjithë shqiptarët. Demokrat dhe qytetar, fitoria nuk është vetëm një shpresë, është një domosdoshmëri. Me 11 maj të japim fund këtij regjimi dhe të hapim një kapitull të ri për Shqipërinë. Me profesor Dr. Sali Berisha në krye, me Aleancën për Shqipërinë Madhështore, me besimin dhe votën tuaj, ne do të rikthejmë shpresën dhe dinjitetin shqiptarëve. Rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, fitoria është e jona.
Për të ndarë shëndrimin dhe vizionin e tij, japim fjalën drejtuesit politik të qarkut të Elbasanit, zoti Tomor Alizoti. Vëllezër dhe motra, zoti Berisha, nderuar demokrat. Nuk ka nevojë për letër për të përshkruar emocionet e demokratëve dhe dy fjalë direkte për të gjithë ata që menduan se PD-ja është drejt shkatrimit. Dhe një herë fitore të gjithëve. Edhe për ata të botës krimit që u shkojnë njerëzve natën për t'ju blerë votat dhe për t'i trembur. Edhe për ata i fitore. Ta din të gjithë mirë ata në qarkun e Elbasanit, ishtë partisë punës dhe ata të krimit që Partia Demokratike është një parti e themeluar nga njerëzit e lirë, nga njerëzit kurajoz, nga njerëzit që nuk tremen nga asgjë. Fitore! A ju kujtoj juve që mendimin e Sorosit, mendimin e gjykatave, mendimin e të gjithëve që s'do kishte më PD, sepse doktori ishte lartë të balkonit dhe ne ishim poshtë. Por fuqia e njeriu të lirë është një element që është hynor. Dhe kjo parti, me gjithë gjunahet e veta, në 91-shin, ju dha do drejti njerëzve të besonin Zotin, që këta e kishin përzojnë për 50 vjet me pushk. Partia Demokratike, bashkë me liderin e saj historik, gjatë një udhëtimi të vështirë, gjatë një vendit shumë të turbut, sot, nesër, ka një mision në këtë vend. Sa të jetë Partia Punës, Partia Demokratike, do jetë shpërtimtarja e këtij vendi. Ata që merren me parqe e me filma, do e din një gjë, që kjo ka qenë fushata më banale në historinë e shtetit shqiptar. Kjo ka qenë fushata që kryeministri aktual nuk ka thënë asnjë fjalë për bujkun, asnjë fjalë për fshatin, asnjë fjalë për ekonominë, asnjë fjalë për shpopullimin. Të nderuar qytetarë, sot Shqipëria është drejt zhbërjes. Ju që jeni këtu, demokratë jashtë dhe gjithë shqiptarët, bashkohuni të gjithë sepse 11 maj nuk është fitoria një force, po është çlirimi real i Shqipërisë nga një band kriminale, e cila qytetin e zotnilerëve, qytetin e firmtarëve të pavarësisë, qytetin e mjekëve e ka kthyer në një vend kartel. Qytetin që ka kalan mes qytetit e ka kthyer në një vend sikur ka mbaruar lufta. Populli shqiptar sot është i vetmi popull në Bashkimin Evropian, mos në Europën Lindore, që gjysmat janë jashtë, edhe më shumë se gjysma janë jashtë, vetëm për të ushqyer. E keni dëgjuar gjithmonë shprehjen që jemi krenar, po ne duhet jemi krenar mbas 11 majit, për një arsye. Sepse ne duhet të rinj shqiptar. Të rinj shqiptar duhet të jenë pranë prindërve të tyre, të lajnë pleqët e tyre dhe jo pleqët e botës. Prandaj, unë pata i diskutim me zotin Spahia, që është drejtori i fushatës, ku diskutonim kush do flasi. Unë e di që ju gjithë tu keni ardhur për doktorin, kështu që unë nuk po e zgjas më dhe doni të dëgjoni doktorin. Por të gjithëve një mesazh. Njerëz të qytetëruar, njerëz të nderuar, bashkohuni të shpëtojmë Shqipërinë, njerëz të inkriminuar, keni kujdes me votat e demokratëve. Fitore, fitore, fitore. Po e bëj unë, ftoj apo e bëra lëk. Të nderuar të pranishëm në sallë, fitoria nuk është rastësi, fitoria kërkon vizion, punë dhe njerëzit e duhur që e bëjnë atë të mundur. Sot kam nderin të prezantoj ekipin që do ta çojë këtë betejë drejt fitores, një ekip të fortë, të vendosur dhe të gatshëm për të bërë ndryshimin që të gjithë presim. Këta
nuk janë thjesht kandidat, janë njerëz me integritet, me përvojë dhe me pasion për të shërbyer qytetarëve. Janë zëri secilit prej jush, janë garancia që nesër do të kemi një qeverisje më të fortë, më të ndershme. Prandaj, le të mirëpresim me duar trokitje ata që do të jenë në krye të kësaj betejë, ekipin e fitores. Zotin Tomo Realizoti, drejtues politik i fshatit të Elbasanit. Zotin Edmond Haxhinasto, aleatin ton i cili vjen nga një karrierë gjatë politike dhe administrative. Zonjën Klodiana Çapja, e cila ka përfunduar studimet në administrim biznes, nënkryetare e Partisë Demokratike. Zotin Blendi Liçi, jurist, i diplomuar për drejtësi në Universitetin e Firences. Zotin Ilirian Alliu, diplomuar për mësuesi. Zonja Nira Boja, mjeke specializuar në mjekësi të përgjithshme. Ftojmë Zotin Dritan Sani, i cili ka përfunduar studimet profesionale në Itali si përmarrës i suksesshëm. Ftoj zonjën Elsa Gega, pedagoge në Universitetin e Biznesit dhe të Drejtësisë. Zonjën Lumturi Hasa, mjeke specializuar në imazheri dhe radiologji. Zotin Armaldo Klogjeri, artist tenor i shquar. Zotin Renato Kumria, jurist. Ftoj zonjën Armonela Marku, e diplomuar në Universitetin e Elbasanit me një eksperiencë në arsimin e lartë. Zotin Dritan Mitarja, i diplomuar për laborant dentar me një eksperiencë shumë vjeçare. Ftojmë Zotin Alis Narazani, ekonomist si përmarrës. Zotin Mustafa Pasha, mjek i specializuar në fushën e laboratorit mjekësor. Ftoj Zotin Dritan Seko, jurist si përmarrës. Ftoj Zotin Qani Gjafa, inxhinier mekanik, deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Ftoj Zotin Dashamir Gjika, i diplomuar për politikë ndërkombëtare në Itali. Të nderuar miq, në çdo betejë ka një njeri që qëndroni pa lëkundur, që udhëheq me guxim dhe përkushtim. Një njeri që nuk flet për premtime boshe, por për rrugën e duhur, për sfidat dhe fitoret që na presin. Ai është njeriu që ka Miqtemi me duar trokitet tuaja, mirëprisni kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Zotin Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Elbasanit,
Të nderuar demokrate dhe demokrat, të nderuar kandidat përfaqësues të ardhshëm të qytetit Elbasanit në Parlamentin Shqiptar, përshëndetjet e mia më të përzemërta, nderimin tim më të madh, mirënjohjen më të pakufishme për këtë pritje të zjarr, për këtë entuziazëm të jashtëzakonshëm, energji e vërtet e fitore son të ardhme. 3 javë më parë, unë isha në qytetin e bekuar të Elbasanit për të festuar së bashku me ju. Shumë të dashur, festen tuaj dhe të gjithë shqiptarëve, ditën e verës, ditën e shpresës, ditën e ndrrimeve të mëdha. Sot unë rikthehem sërish në këtë qytet për të dhënë mesazhin se këtë vit Elbasani dhe mbar Shqipëria do të kenë një ditë të dytë vere dhe kjo do të jetë 11 maj. Një 11 maj do të jetë dita e përfundimit të dimrit më të gjatë, 12 vjeçar që përjetuan shqiptarët. 11 maj do të jetë dita e pranverës vërtet demokracisë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. 11 maj do të jetë dita ku rrezet e diellit do të shkëlqejnë në Elbasan dhe në mbar Shqipërinë. Për Elbasanin madhështor dhe Shqipërinë madhështore të 4 viteve që vinë. Elbasani është një qytet i mrekullueshëm. Elbasani historikisht ka qenë qytet i gjallërisë, i kulturës, i vlerave, i dijes, i prodhimit. Pra, ka qenë qytet me një trashëgimi të jetë të çmuar për qytetarët e vet dhe kombin shqiptar. Në 12 vitet e Edi Ramës, Elbasani u shkretua më shumë se në çdo pushtim, më shumë se nga çdo luftë. Elbasani në këto 12 vite, pa ato që si kishte parë ndonjëherë, pa banditët e qeverisë të zvarrisin komisarët, pa ministrat bandit të porosisin vrasjet e avokatërve dhe qytetarëve të tjerë, pa hienat e krimit të vërsulën mbi vullet e qytetarëve për të grabitur votat, pa gjykatës që porosisin vrasjen e gazetarëve. Elbasani i bekuar përjetoi shpopullimin më të madh, largimin e 10 mijëra bijve dhe të bijave të saj për të ndërtuar ëndrrën e tyre në dhëna të tjera dhe jo në Shqipëri, jo në Elbasan. Gjatë këtyre viteve, taksat tuaja, djersha juaj, mundi juaj, u vodhën. Me këto para, Edi Rama, ministrat e tij, zyrtarët e tij, ushtruan në shejkët e Shqipërisë. Por miqtë e mi, aq sa u pasuruan ata, aq shumë u varfruan qytetarë shqiptarë. Aq thellë u zhytën në mjerim, në varfëri të skajme pensionistët shqiptarë. Familjet shqiptare
familjet shqiptare sot, mbi 40% e tyre, nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre si duhet. 18% e tyre nuk u garantojnë dot 2 vakte fëmijëve të vetë. Me qindra, me mira, janë familjet në sofrën e cilve nuk mjafton të ajo që shtroj dhe detyroheshin të thonin fëmijëve të tyre, birë, bi, në rrugë të dheut, gjej fatin tëndë. Sepse Edi Rama zgjodhi të jetoj vetë në Saraje me themele dyher me gjata se vile e diktatorit, Enver Hoxha. Se Edi Rama zgjodhi me këto para të jetoj vetë, të ketë jo borë 4 herë më të madhë se sa diktatori. Por i gjë do të them këtu, diktatori ishte njeriu me mizor, por ato borë dhe atë shtëpi nuk e regjistrojnë në emrin e tij. Jo, do të themi ato që janë. Kurse Edi Rama me 4.000 euro në kursime u bë me Saraje dhe park 8.000 euro. Me këto para, a i shëtit me avion taksi 21 milion euro në 2 vite. Me këto para, Lubi Balluku dhe Marsdik Drageta ullën të Olina me 1.000 euro biftekun. Me këto para, Edi Rama shkon në ndeshje me 28.000 euro biletën. Me këto para, Edi Rama zhytet në luks gjithje më shumë të vetës dhe familjarëve të tij. Blen kopshtin e Edenit në borë, sepse do t'i shplodh syt me peshqit egzotik dhe me bimt egzotike, nuk e bën asnjë kryeministër në botë. Me këto para, Lubi Balluku lanë makinën e vetë 10.000 euro në muaj. As në Guinness nuk do të gjenë një rekord të tillë. Pra, këta njerëz prej 12 vitesh, si shushunja, i shkretojnë, i varfrojnë, i mirojnë shqiptarët. Elbasani është dëshmi e njerëz prej vjedhjeve më të mëdha të shekullit. Incineratorëve, ja ku është Llamarina që solli Edi Rama me ministrat e tij. Jashtë funksioni, s'ka prodhuar 1 kilovator që kur është instaluar. Sot mali i plerave është më i madh se kurrë, sepse parat përfunduan në kontot bankare të Edi Ramës, të Gjiknurit dhe ministrave të tij. Kjo ishte vjedhja më e madhe sepse në Tiranë, Djegësi, 130 milion euro, nuk ka asnjë tull, po 130 milion euro janë që të gjitha taksat tuaja, janë mundi djersa juaj. Për çdo kafshat ju paguani 20% taks qeverisë, për të mos llogaritur 10 taksa tjera. Ata që duhet të vëzhgonin, të kontrollonin ndërtimin, ata mbyllën syt, ata heshten. Lubi Balluku, që kishte detyrë shtetërore mbi këqyrjen, nuk bëri qovë dhe një raport të vetëm sepse e dinte se 130 milion euro ndaheshin midis Edi Ramës dhe Erion Velis. Miq,
Nuk ka një popull të dytë më të vjedhur se sa shqiptarët. Në këto 12 vite, alternative e tyre vetëm mbeti të largohen nga ky vend, sepse këtu nuk mund të siguronin mbijetesën, pa le më të ndërtonin ëndrrën e tyre. Miqtë e mi, para kësaj situate, Partia Demokratike vjen para jush me një zotim solem për të kaluar nga kjo gjendje dramatike në projekt e Shqipërisë madhështore, e Shqipërisë së ëndrave të djemve dhe vajzave shqiptare, në Shqipërisë Edi Rama, pas 12 vitesh, përsëri, bën bandillin, del para shqiptarve me serialin e mashtrimeve. Nuk flet për program, për atë, për Edi Ramën, nuk është problem pensioni të merësisht i ullt i pensionistëve. Nuk është problem largimi dhe vetëm largimi të rive. Nuk është problem sundimi i krimit, sepse ai sundon së bashku me të. Nuk është problem falimentimi në zinxhir i ndërmarrjeve prodhuese për shkak të narkoerëve dhe fakt Ballkanit të hapur. Problem për të është opozita, i biri tjatit të tregohet. Pasi bëri gjithçka për një Shqipëri pa opozit, tani përpiqet t'ja u paraqesë opozitën me krahasime Hardhuca, Zharpi, Bullar, Zhaba e të tjerë. Mirë po. Mirë po, ka një gjë që ai vërtet është shumë i pasur, ai vërtet ka saraje, ai vërtet ka rrëmbye qindra mijëra tokë në Himar në Bregdet, ai vërtet ka qindra milion si pas OSB-s para në kontot, po ka gjë i mungon ati, ai është i shkret, është i varfër në kulturë, ai gafoj, duke krahasuar mua me bufin, simbolin e mençurisë dhe turqësisë në gjitha kohrat. Në të gjitha qytetrimet, nga Athinaja tek Harry Potter, ndaj dhe Edi Rama je i pa shpresë. Unë bashkë me këta demokrat të japim fjalën se me 11 maj do të nisim aty ku e meriton. Miqtë e mi, ne paraqesim para jush sot kandidat, djem, vajza, burra dhe gra fisnik, njerëz që ju i njihni. Këtu kemi të moralizotin, një nga përfaqësuesit më dinjitoz të brezit të tij, por edhe një nga përfaqësuesit më dinjitoz të asaj shtrese që sakrifikoi jetë dhe vitra dhe qindra mijëra vite, jetë për liri, dinjitet dhe për vlerat njerëzore të përsekutorit politik. Ne vim këtu me këtë ekip i njohur për ju dhe asnjë anonim.
Ne vim këtu me këte ekip, kandidatë që ju kanë shërbyer ju në të gjitha fushat. Dhe fjala ime nderit është se ky ekip debutet në Parlamentin e Shqipërisë. Është garanti më i fuqishëm për të bërë realitet programin e Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore pik për pik. Çfarë janë debutetet e krahut tjetër? Debutetet e krahut tjetër janë përzierje Ndrageta Çela. Po edhe Balla, po Balla është mbrapa. Janë kandidat të krimit qeveritar, të krimit ordiner, të krimit mafjes. Arbion, ty të solje Edi Rama në Elbasan për të shpëtuar lëkurën se milioransin antimafia italiane e qoj atje ku ishte. Milioransi është ortaku i ti. Të solli këtu në Elbasan me lejtnant Suel Çelën dhe bandën e ti, qytetar të Elbasanit, ja ku ja fjallën nderit, se banda atje ku është, se banda në qeveri, se Arbioni Ndragetës, se Taulanti i Suel Çelës do shkojnë të gjithë atje ku e kanë vendin. Mos me ndoni ju se mund të lasni me virtutin, me guximin, me trimërin e demokratëve, e qytetarëve të Elbasanit. Ju do merrni atë që meritoni. Elbasani nuk është i mafjes, Elbasani është i dijes, është i qytetërimit, është i burrisë, është i mençurisë. Miqtë e mi, fati Elbasanit do t'jetë madhështia e tij. Fati Elbasanit do t'jetë Elbasani madhështor. Elbasani madhështor fillon me virtutin më të arrirë të shpirtit të mirë shqiptar, të shpirtit të mirë të këtyre qytetarëve. Nuk mund të pranojmë ne këtë hendek të tmerrshëm që është krijuar në shoqërinë tonë. Nuk mund të pranojmë ne që ata të cilët sollën mbi supet e tyre Shqipërinë, shkrin djerës, shkrin vitet, shkrin jetën, të trajtohen tani më keq se një qenë shtëpie në Gjermani, të marrë një pension më tullt se sa që paguan ai vend për kafshë shtëpiake. Jo kur, merr fund kjo. Nuk është ky shpirti i Elbasanit. Nuk është ky shpirti i butë i qytetarëve të mrekullueshëm të këtij qyteti dhe i shqiptarëve përkundazi. Ne shumë virtut midis gjitha virtuteve, ja u them unë ju një gjë, virtuti më kryesor i ynë ka qenë bamirësia. Ka qenë dhe shteti që nuk frymëzohet nga ky virtut, nuk meriton të ekzistojë. Na edhe ne do ta nisim hapjen e parë drejt Shqipërisë, drejt Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore, duke vendosur minimumin jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo student, për çdo shtëpiak, për çdo qytetar që firmos në bordoret e shtetit shqiptar. 200 euro
nga kjo përfitojnë mbi 560.000 pensionistë. Përfitojnë të gjithë studentët që meritojnë bursën. Përfitojnë të gjithë ata që janë ndihmë ekonomike. 200 euro nuk janë shumë, por një gjë, ka një kriter. Me 6 euro, 6.3 euro në muaj, në ditë më fali, përjashtohet varfëria ekstreme. Asnjëri nuk është më në varfëri ekstreme. Çdo vend i lirë nuk pranon varfërinë ekstreme. Dhe ne 100 ditë e para të qeverisë së son do ta zhdukim nga Shqipëria. Do ta zhdukim nga Shqipëria dhe ndaj tyre, ndaj kësaj shtrese, të cilët marrin sot 40, 50 herë më pak se rroktari më i lartë. Absurde, nuk ka në botë një gjë të tillë. Ndaj kësaj shtrese ne do përdorim kartën e konsumatorit. Ata do i blejnë ushqimet duke marrë mrapsht të vëshën. Ajo në një vit është 450 euro minimumi. Pra bën dhe kjo një shtesë. Rrogat minimale do rritën në 500 euro. Nuk do ketë rrogë minimale ndër 500 euro në territorin e Shqipërisë. Sipërmarrëse u kërkoi mirëkuptimin. Unë e kuptoj që kjo është ngarkesë, por u jap fjalën deri se ne do t'ulim. Do t'ulim taksat në shkallë sa atyre do mbeten para më shumë në llogaritë e tyre se sa më parë. Miqtë e mi, vendi, shoqëria, kombi s'mund t'jetë kurrë madhështor në qoftë se nuk u jep ndihmën mbështetjen e dur atyre që jetojnë në kushte më të vështira. Në qoftë se thellon çdo ditë më shumë hendekun midis të pasurve të varfër siç ndodh sot. Ndaj dhe kjo në rrëfund. Po unë jam këtu, në qytetin Djep i arsimit të Shqipërisë. Rikujtoj sot një ditë në jetën time të veçantë. Në vitin 2005, në këtë qytet, unë ju kam premtuar mësuesve të Shqipërisë 2 fishim në rrogave. Jam sot këtu për po në Elbasan të premtoj mësuesve të Shqipërisë se në kryet një mandati rrogat e tyre do t'jenë 1.500 euro. Jam sot këtu për të premtuar nga ky qytet Djep i arsimit, mësuesve shqiptar, se ata nuk do largohen për mungesë orësh nga sistemi arsimor. Jo, klasat do zbresin në 20-25 nxënës dhe ata do të marrin vendet e punës. Nuk do ketë klasa 35-40 nxënës. Jo. Jam këtu për të premtuar mësuesve të Shqipërisë se tabelat digjitale do të vendosen në shkollat nëntëvjeçare dhe shkollat e mesme në mbar vendin. Digitalizimi thellë i sistemit arsimor. Jam këtu për të premtuar se shkolla e partisë, për drejtorat dhe portali i partisë, mësues për partinë, marrin fund me datën 12 maj. U përdorët si kurthe për të krijuar patronazhistë dhe militantë në arsim. Jo, mësuesit tanë do të respektohen në gjithë dinjitetin e tyre dhe ju them një gjë atyre dhe shqiptarve, po nuk vendosëm mësuesin në pjedestalin e tij, shkolla jonë nuk do ngre kokën kurrë. Patëm disa rezultate.
patëm disa rezultate në këto përpjekje të para që bëm para disa vitesh. Arritëm një ngjitje vertikale në testet e cilësisë që bën organizata e vendeve të zhvilluara, OECD-ja, PISA. Po çfarë ndodhi mrapa? Çfarë ndodhi pasi u vendos portali i partisë? Çfarë ndodhi pasi u mbushën shkollat me patronazhist? Rënjen pikjat e cilësisë arsimit. Të fundit të botë shqiptarët nxënësit shqiptar për mendimin kreativ. Këto janë rezultatet. Por ka një gjë, ka një ligj. Sa do poshtë që të biesh kur nuk duhet ngurosh të ngrihesh përsëri. Dhe ne do ngrihemi përsëri. Dhe ne do rikthejmë arsimin aty ku ishte. Shqipëria madhështore mund tjetë, miqtë e mi, vetëm një Shqipëri që prodhon dhe prodhon. Ndaj dhe shtylla e dytë e programit tonë është ekonomia. Me objektivin më kryesor, rroga për shqiptarët, vende pune për shqiptarët. Mejdi Albania do tjetë krenaria kombëtare e shqiptarëve. Elbasani madhështor fillon me ndërtimin si vepër e parë e qeverisë së tashme të bypassit të Elbasanit. Po, e kam deklaruar dhe deklaroj prapë, bypassi i Elbasanit, autostrada Shkodër-Milot, do t'jenë dy veprat e para që do ndërtohen me përparësi absolute nga qeverisja e ardhshme. Elbasani madhështor, Elbasani që prodhon, do ketë mbështetje absolute nga qeveria. Biznesi do të njohë taksat më të ulta që ka njohur ndonjëherë në histori. 10%. 10%. Tatimi mbi fitimin. Po kësaj here, kemi marrë një hap tjetër të guximshëm. Kemi shem një tabu tjetër në taksat, që ishte TVSH-ja. Do bjeri nga 20 në 15%. Çmimi i energjisë do pjestohet me 3. Nga 18 do t'jenë 6 lekë. Miq, dje udhtova në tregun e Tiranës. U preka, sinqerisht u preka. Kushtet në të cilat ata burra dhe gra siguronin jetën në këmbë, pas një lloj ose me kushtet më minimale për të mbajtur familjet e tyre ishin tronditse. Çfarë kishte? Çfarë gjeta aty? Sipërfaqen publike që e kanë patur përpara me 120 lekë metrin katror, Lali Vjellsi ja u kishte bërë 1500 lekë. Plakat aty, trotuarin, për 1 metër katror, pagunin 1500 lekë takse për metër katror. Fatura ujtë e 2-3 fishuar. Asnjë shërbim. 8-10% të xhiros taksa tjera. Një kasap, shitësmish, më tha, doktor, tha, tani vetëm ditë festash mund të arrim atë xhiro që kishim çdo ditë më përpara. Një zonjë i thash që energjin
nga 18 do ta keni 6 lek. Falemnderit shumë, tha. Falemnderit shumë. Ka që keni patur kur keni qenë ju në pushtet. Ne jemi të vendosur pra të japim liri në iniciativën e tyre shqiptarëve. Ne besojmë forcës, i besojmë shpirtit krijues dhe iniciativës së lirë të shqiptarëve. Do zgjerojmë hapësirën për te. Në mënyrë që shqiptarët të investojnë, shqiptarët të punsojnë. Pas një taks, 5 vitet e para, do t'jenë çdo emigrant nga Elbasani dhe Shqipëria që kthehet për t'investuar dhe për t'jetuar në Shqipëri, për ndërtuar ëndrrën e tij në Shqipëri. Po pse ikin të rit? Pse ikin të rit? Po se s'mendojnë do të blejnë një shtëpi. A e dini ju taksat që i vendosin këta shtyqur sot mbi ndërtuesit? Kanë hequr taksën mbi koston, vendosin taksën mbi çmimin e shitjes. Mund mos jenë të shitura fare. Ju garantoj ju se taksa mbi ndërtimet do t'jetë 8-10 herë me ullë. E paguani ju, s'paguani gjë ndërtuesi. Mos mendoni se ndërtuesi dhe i çmimin dhe fëmijët e ju ikin. Fëmijët tu ikin jashtë. Jo, jo. Jo, jo. Bisedoja me një mik. Hyra tha të shofa. Është im këmur, është milioner. Jo, tha, nuk arria të blia. Po gjëtë pashitur nuk kishte, se i blejnë narkotrafikantët. Kurse fëmijët tuaj mbeten marrë rrugë. Ndërtesa sociale. Prerja me gërshën të ligjit të kanaleve të krimit. Çmime normale. Subvencion, kredit buta për çdo të ri, që do martohet dhe do të krijojë jetën në Shqipëri. Kredit të buta. Kredit të buta për çdo emigrant që do kthehet për të investuar dhe për të jetuar në Shqipëri, për shtërimin. Pra, Shqipëria prodhuese është Shqipëria në të cilën shqiptarët punësohen, në të cilën atyre u rritet mirëqenia, u rriten rrogat, u rriten të ardhurat. Po kush e vrau Shqipërinë made in Albania? Ju e dini kush. E vrau narko-euro. Narko-euro. Çfarë ndodhi, miqtë e mi? Mira ndërmarrje, fason dhe të tjera u mbyllën, sepse me narko-euro humben me njerë 38% fitimeve. Ato nuk kishin 38%. E vrau Ballkani hapur, sepse fermeri Serriku i Dumres nuk merr asnjë 10 subvencion që merr fermeri Banac apo Shumadis. Edhe Edi Rama i hapi dyert anë kanë për vllaun e tij Vučić dhe këtu shkatroi fermat, falmentoi, garantoi fermer shqiptar. Ballkani hapur në kosht të plehrave. Garantoi fermer shqiptar. Se nuk ka Shqipëri prodhuese pa fermer prodhues, jo. Se do subvencionohet 5 herë më shumë se sot, dhe 5 herë më shumë është niveli subvencionimit vendet për rreth. Nuk po shkojnë në Europë. Jo, 5 herë më shumë. Për çdo bim, për çdo prodhim, për çdo kokë bakti, për çdo fidan. Ne vazhdojmë projektet tona.
Ne vazhdojmë gjersa të arrim në 20 milion rëjulli në Shqipëri. Ne vazhdojmë gjersa të 3-4 fishojmë si përfaqet e arrorve. Ne do subvencionojmë bim të arave, por do subvencionojmë fuqishëm bim të aromatike, sepse janë një burimi madh të ardhash për shqiptarët. Ju garantoj se në teritorin e Shqipërisë nuk do mund të futet as edhe 1 kilogram pesticid dhe helme që nuk tregtohen në Europë. Jo. Ndalohet. Dhe se taksa asimetrike e vendosur nga Edi Rama kundër fermerëve shqiptar për të favorizuar blerjen e importeve që vinë bujqësore nga përpunuesit e tyre dhe të mos marrin të fermerëve, merr fund 2 muajt e parë taksa bëhet simetrike si në shitje dhe në blerje dhe parat do t'i shkojnë fermerit. Shqipëria prodhuese ka potenciale të jashtëzakonshme për të shfrytzuar. Dhe unë ju siguroj se ne do të dyfishojmë prodhimin. Prodhimi do jetë krenaria në kombëtare. Krenari kombëtare. U thot fasonve se ju jeni industri e botës tretë. Do me thënë, ikni se do më vinë cingalez këtu, do marë të tjerë, qa do thot, ajo është industri e klasit parë, ajo është industri e veshjeve, e markave dhe e trade markave më të mira. Në vend se ta subvencionoj, garantojnë çdo ndërmarrje fason dhe ndërmarrje tjera, se një bord do të kompensoj qindar për qindar kursin e euros për ta, dhe nuk do mbyllin më kur ndërmarrje për shkak të shtryrjes për tokë të euros nga narkosit. Të rritë kanë ëndra digitale, kanë ëndër high-tech-un. Miq, në histori kombet që kanë humbur trenin e revolucioneve industriale, kanë vetë shumë mrapa. Ne nuk e kapëm dot në atë kohë, ishim pushtur. Ne duhet kapim me çdo çmim trenin e revolucionit teknologjisë së lartë. Ndaj dhe ju garantoj se interneti 3, blockchain dhe kriptomonedhat, inteligencë artificiale, data qendrat, do t'jenë përparësi absolute e investimeve të qeverisë me sektorin privat, dhe ne do shtrojmë Shqipërinë në një epicentër rajonale të teknologjisë së lartë, ku të rritë shqiptarë në Shqipëri dhe të vinë nga bota të ndërtojnë, punojnë aty. Ne jemi ata që bëmë ndryshimin në energji dhe jeni dishmitar. Ju kujtohet ju, kur unë prisja shiritin me 7 kraftin për hidrocentralet e Devollit, Edi Rama shpërndante njoftime se po përsërit mashtrimin. Sot atë në realitet. Sot hidrocentralet e reja prodhojnë 60% prodhimit përgjithshëm të vendit. Po a ishte vetëm hapi i parë. Dhe në atë hapin e parë ne deklaruam se Shqipëria do të jetë superfuqi e vogël energjetike rajonale në energjinë rinovueshme. Sot para jush deklaroj se Shqipëria do të jetë superfuqi energjetike në rajon. Ujë, dielli, era do të jenë burimet pashtershme të energjisë shqiptarëve. Nga jugu në veri, qatit e shtëpive të tyre të objekteve të biznesit do mbulohen me panele fotovoltaike. Në kryet 30-ve, shqiptarë do të marrin energjinë falas.
Miq, pra ne kemi një program me të cilin ne duhet trokasim në çdo zemër. Ku jemi ne sot? Ai na i ka mbyllur televizionet që i kontrollon me leje ndërtimi. Ai mbylli TikTokun nga frika dhe të merri të rive të cilët e kritikonin çdo ditë për arrogancën e tij. Ai bën gjithçka që ne të mbetemi të izoluar. Po ne kemi një armë. Ne kemi një armë duart tona. Njerëzin për të trokitur në çdo zemër shqiptar, në çdo vatër, në çdo derë, me këtë program për të biseduar me të se nuk është program as i këtij apo atij, por është programi çdo shqiptari. Ndaj edhe shkojmë, të ulim me çdo pensionist, me çdo arsimtar, me çdo mjek, me çdo qytetar, me çdo biznesmen. Ju e pat vetë reagimin e tregtarëve dje në treg. Cili ishte? Mirënjohje ishte. Mirëkuptim ishte. Besim ishte. Pra dhe të shkojmë të themi kudo. Se nuk synojmë gjë tjetër verse që shqiptarë të punëson dhe të marrin rroga më të larta. Thritet mirëqenia e tyre. Pra, ky është programi që kujdeset për më të varfrit, që shndron prodhimin krenari kombëtare, pa të cilin Shqipëria nuk bëhet dot, që zëvendëson mafjen me ligjin, pa të cilat kombi nuk bëhet dot. Ky është programi i të gjithë shqiptarëve. Miq, këtu ka parti të ndryshme. Këtë program ftojmë çdo qytetar ta votojë. Edi Rama u përpoq pasi dështoj në asgjësimin e Partisë Demokratike, në asgjësimin e opozitës. Bëri gjithçka duke krijuar biza, duke krijuar satelit dhe paterica. Por ju e pat vetë, dhe sidomos e kam fjalën për gjithë demokratë e Elbasanit, dhe kur them gjithë demokratë e Elbasanit, pa përjashtim nga 90 nga dita e themelimit të Partisë Demokratike Gjerësot. Bashkohuni me këta deputet. Bashkohuni me këta deputet. Se ju o demokrat, me braven si të shifni nuk ju lidh asgjë. Atë lidhin transaksionet me Ramën, kurse ju i keni investimet në Partinë Demokratike. Bashkohuni, votoni këta deputet dhe u garantoj se Partia Demokratike është shtëpia juaj. Është shtëpia juaj. Së fundi, dy fjalë. Edi Rama dhe altoparlante ti u thonë shqiptarve se Sali Berisha ka 34 vjetë në politikë. Tani, e tregova dhe një ditë në një studio televizive. E vërtetë është që Edi Rama është njeriu më i gjatë pa u larguar nga politika asnjë ditë. Por unë, kryeministër, u gjeta në një darkë në Gjermani, ku në tryezën time, krahas mikprisit që shtoi darkën, ishte dhe një këshilltar shumë i njohur, një ekonomist i madh i disa presidentë amerikan, Paul Walker. Paul, i zoti i shtëpisë, më paraqet tek ai për reformat që ne kishim bërë, për taksën e fshetë këto. Dhe i thot, ka qenë president dhe kryeministër, më kthehet ai më thot, si Putini, edhe unë i them pak më ndryshe. Si tha, i thash, unë kam dhe një 8 vite në opozitë, kurse Putini kaloi nga president në kryeministër. U mërzit që ma tha atë fjalë, dhe mbeti mik gjithmonë me mua. Tani,
I lam këto, po u them tjetrën. Sali Berisha kishte dorëzuar çdo pushtet, vazhdonte rrugën në vjeshtën e tij, i qetë, por natyrisht, avokati i interesit publik, siç mund të jetë çdo njeri prej nesh, duhet të jetë gjithmonë. Pas një ambicje për pushtet, mirë absolute. Në këtë moshë nuk ka ambicje pushteti, por nuk ka as ambicje për para. Të jemi realist. Ambicjet janë krejtësisht tjera. Mirë po një ditë, pasi nërmori intrigat që nërmori kundër meje, mirë, zgjolla të luftoj vetëm. Shofun pastaj që do të vendosë opozitën në kontrol. Tani, unë u them çdo shqiptari, demokrat, socialist, çfarë do qoftë ai, a duhet vendi të ketë një opozit, apo duhet të ketë një lolo opozit siç bën sot Basha me Ramën? Më thoni pak. Atë nuk e pranonit ju, atë nuk mund ta pranoja unë. Kur? Shqipëria do të ketë një opozit të vërtet. Dhe u bën të gjitha përpjekjet për ta zhdukur, sot jem më të fortë se kur, më të fuqishëm se kur. Sot Edi Rama i hape grupën opozicë, të jap fjalën nderit se në atë grop do bjesh vetë në datën 12 maj. Rofshi ju, roft Elbasani, fitore, fitore, fitore.